Dy gjimnazistë janë arrestuar nga komisariati numër 5 në Tiranë pas një konflikti mes nxënësve në Kamës, ku përpasoj mbetën të plagosur 3 të mitur. 2 të arrestuarit dhe 3 të plagosurit mësojnë në gjimnazin Ibrahim Rugova. Burime bëjnë me dije se konflikti mes nxënësve kishte nisur disa ditë më parë me një debat verbal. Të njëjtën, gjatë pushimit të madh, të miturit kanë dalë nga ambientet e shkollës, edhe pse nuk lejohet dhe janë përfshirë në një përplasje fizike në një rrugicë pra një parkingu përballë shkollës. Në sherr dyshohet se janë përfshirë të paktën 7 persona. Policia ka arrestuar 2 prej tyre, mes tyre edhe një 16 vjeçar i akuzuar për plagosjen me thik të 3 bashkëmoshatarëve të tij. Ende nuk është përcaktuar nëse arma e ftohtë është futur në ambientet e shkollës apo është mbajtur e fshehur jashtë saj. Autori dyshuar nuk ka qenë bashkëpunues me hetuesit, duke mos dhënë detaje mbi rrethanat e konfliktit apo mbi vendin ku mbante thikën. 2 prej të plagosurve kanë lënë spitalin e traumës që ditën e ngjarjes pasi kishin plagë më të lehta. I mituri tjetër ndodhet ende në spital pasi ka marrë plagë më të rënda që i kanë prekur organet jetike. Mjekët konfirmojnë se gjendja e tij është stabël.